kujtojmë sot 510 vjetorin e nisjes nga ky port ku jemi në Liverpool të Britanisë së Madhe, të një ndër figurave më karizmatike dhe legjendare të stradiotit shqiptar. Pikërisht të Thoma Buamashit, i cili në vitin 1515 u nis drejt Portugalisë për të vazhduar më tej drejt Brazilit. Ai kishte shërbyer për vite me radhë së bashku me stradiotet e tij në krah të Enrikut të VIII, mbretit të Anglisë, në luftë kundër skocezëve. Pikërisht ajo që kishte lënë në fushën e betejës së bashku me stradiotet e tjerë shqiptar kundër skocezëve, kishte bërë Enrikun e VIII që ta rakomandonte tek miku i tij, tek mbreti i Portugalisë të asaj kohe që ishte Gjoni i III. Pikërisht nga këtu nis Thoma Buamashi së bashku me stradiotet e tij për në Lisbon në vitin 1515 dhe do të vazhdonte pastaj nga Lisbona për në Brazil, ku do të ndihmonte në evangelizimin e banorëve të atij vendi dhe në nështrimin definitiv ndaj vullnetit të Gjonit të III. Nga qyteti i jashtëzakonshëm i ëndrrave të Liverpoolit, nga qyteti i Beatlesave të famshëm, unë Alban Kraje ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë.